Kreu i prokurorisë së posaçme Altin Dumani gjatë raportimit vjetor në Kuvend ndau disa prej problematikave me të cilat përballet sot institucioni i drejtësisë. Në fjalën e tij Dumani tha se ndaj SPAK vijon presioni nga politika, mediat dhe krimi. SPAK përballet edhe me problematike, një pjesë të cilave të evidentuara edhe më herët. Në mënyrë të përmbledhur cilësoj se vijon një presion i jashtëm nga aktor politik, mediatik dhe krimi organizuar i cili rrezikon integritetin institucional dhe të prokurorëve. Ky shqetësim kërkon reagim të koordinuar institucional për mbrojtjen e pavarësisë kushtetuese të SPAK. Ka një mungesë ligjore mbi statusin e prokurorëve ka një paqartësi ligjore mbi statusin e prokurorëve pas përfundimit të mandatit, e cila krijon pasiguri dhe mund të cënojë vimësinë e hetimeve të rëndësishme. Nga në tjetër, ligji nuk parashikon këshilltar ligjor për prokurorët, aspekt që dikon negativisht në cilësinë e hetimeve dhe përfaqësimin në gjykata. Ndër të tjera, Dumani tha se ka kërkuar zgjatje të mandatit të prokurorëve të posaçëm, por jo për veten. Një pyetje tjetër është pasi referohet një deklarimi timin në Komisionin e Ligjeve, zonja Tabaku pyet, në fund të rrugtimit tuaj si prokuror, por edhe në mandatin e fundit tuaj si kreu SPAK, a është vallë kjo një dorëzim përballë presioneve dhe njëkohësisht dorëzim përballë pamundësisë për të hetuar realisht korrupsionin dhe krimin e organizuar? Jo, s'ka të bëj fare, unë nuk dorëzohem, nuk jam njëri që dorëzohem, ju bëj ballë sfidave dhe për një gjë të jeni të sigurt që unë do të vazhdoj të jem prokurori i Republikës Shqipërisë dhe pas mbarimit të mandatit në vjeçar kuptohet, po na la Zoti jetë. Sqaroj këtu se i kam kërkuar disa herë parlamentit të shqyrtoj mundësinë e shikimit të mandatit të prokurorëve të posaçëm. Dhe në jo pak raste është aluduar se bëj këtë për interesin tim personal. Për këtë arsye, e ritheksoj edhe një herë se nëse politika e kushtëzon apo ka dhe mendime se zgjatja e mandatit lidhet me emrin tim, atëherë unë nuk rikandidoj. Robert Kennedy, ish prokurori i përgjithshëm i Amerikës, ka thënë ndërmjet të tjerave se lavdia e drejtësisë dhe madhështia e ligjit nuk krijohen vetëm nga kushtetuta, por nga burrat dhe gratë që jetojnë ato me guxim dhe mirëkuptim. Prandaj e ndjej punën, kam guximin, por përpiqem të jem dhe i mirëkuptueshëm. Dhe kjo thënie e Robert Kennedy vlen për gjithë prokurorët e posaçëm. Gjatë raportimit, Dumani theksoi edhe riskun e lartë që kanë krimi organizuar apo korrupsioni në vend.